është borziloko? Bari përbëhet nga pjesa mbitoksore e thare borzilokut ose sefërgjeni siç njihet në gjuhën popullore. Është bime kultivuar 1 vjeçare. Në saj të esencës me estragol dhe linalol dhe të tanineve që përmban, bari i bimës ka veti të përmirësojë aktivitetin e stomakut, të paksojë gazet në zorë dhe të hap oreksin, të lirojë ngërçin e muskulaturës së zorëve. Përdoret si qetësues i dhimbjeve të barkut, si aromatizues kundër pezmatimit kronik të stomakut, çrregullimeve të tubit tretës, kapsllëkut që vjen nga ngërçi, kurrja ose shtrëngimi i muskulaturës së zorrës e tjerë. Përgatitja: 2 lugë çaji me bar të grimcuar hidhen në një enë të zinkuar, kushtohet 1 gotë me ujë që zjen. Ena mbulohet me kapak dhe lihet për 10 deri në 15 minuta duke e tundur her pas here. Pastaj lënë kukullohet, ëmbëlsohet ose jo me sheqer apo me mjaltë dhe pihet. Gjatë ditës mund të merren 2-3 doza të tilla. Bari i borzilokut përdoret edhe në formë llapaje në dëmtime të lëkurës, në